Kjo është vrarë me 22. E thash prej gardianit vet, sepse e thojnë edhe ata, e tregojnë. E kemi gjetë të rivarosën në Rakash. Vllau tjetër është vrarë në masakrën e Dubravës. Po. Është vrarë tjetër kur ndodhi ajo masakra 19, 20, 21, 22. Kjo është vrarë me 22. E thash prej gardianit vet, sepse e thojnë edhe ata, e tregojnë rastin që ka ndodhur. E kemi gjetë të rivarosën në Rakash. Ka qenë këfulli spanjall atëherë. Kam shku unë me shoqen time, ka qenë të ekspozume ato mbetjet mortore, vërtet veshmbathe, jo mbetjet. Edhe unë i shikoj që ato, kur ai më tregoi atë letrën që kishte pasur në xhep. Arsim Zogjani, i lindur ka në Relas, i vrarë me datën kaq. Mos është krim. Atu e keni lajmin që ka vdek. Keni një provë, keni esën, keni një varë. Po, e kemi marrë, kemi të rjekë në prej djetë, edhe babën edhe to e kemi. Baba që ka vdek? Po baba tregova, ka shku në fushë Kosovë, ka shku me qëllim me vizitu fëmijët e Hysenit, ku janë, ku ndodhen bombardimet e tërë. Kjo ka ndodhur me 12 prill, natën. Ku janë fëmijët e Hysenit, edhe pse ka ditë që në fëmijët e Hysenit nuk i lo vetë, ku janë fëmijët e motrës, mërvetja, ka qenë atje. Edhe kur ka ardhur te banesa jam po tregojnë tash të tjerët që e kanë pa, e kanë njohur që është baba jam. E ka gjetë derën hapur. Se hynën na kemi jetu përmbi ato novi dom që kanë thonë tash nuk di si quhet ajo pjesë. Ato kemi banuar në katën e 6. Në katën e 4 ka jetu një polic, ka qenë me grada buri lart. Edhe i thot diku i thot fatmirësisht thot Zogjani thot ka ikë për 20 minuta. Se mas 20 minuta janë ardhur për me marr familjen komplet. Po neve na thanë me dal me ikë prej tujt, edhe kemi shku në Bllaz, kemi ne 2 ditë, 3 në Bllaz. Prej tujt kemi shku në Korç. Se ne ju thanë kanë me shku krejt për Turqi. Ku ju erdhur dhe që asnjë s'guzon me dal për te Maqedonisë dhe Shqipënisë. Edhe në kanë kthy në Shënam, në kanë kthy atje. Edhe kështu. Çka ndodh me babën? Baba do të ka shku të shtëpinë e ka gjetë në banesën qelë. Kur gjë, këshyr, se e lidh me një tërsh të pak derën e thyme. Shkon të fëmijët e vllaut njëjtë. Shkon të motra, shtëpia e motrës. Kur gjë, edhe kthehet për me ardhur kënej. Thua se në Rogoli, në Bresi, dikun ka ndodhur ajo akti që i dhunës, i torturës, i vrasjes. Edhe në nuk di më shumë. Tash do që kanë qenë me të fshatit, për dhunat e torturat që ju kanë bërë, ata tregojnë, bilesarët tregojnë këtu që vishin, qajshin. Se kishin pas vesh, kishin pas një fshat Krushevs të Obiliqë atje, me një shtëpi të thatë me nejtë deshën. Pa tesha, pa urgjashtë, i kanë nejnë shtu. Zveshën. Edhe thot, a i tha unë nuk kthejna pa shku dhe njerë të fëmijët e djalit për mu. Edhe këta e në këthy kënjën e nërë dhe kështu në thonë edhe së këthy. Kur e keni gjetë babën pësaj? Po babën e kemi gjetë gati njëjtën kohë. Masi u këthym në Kosovë, e zbulun që është i varrosën në Ragoli, edhe e identifikum për mes rrobave, që aja është. Të ne identifikum edhe vllaun, edhe të ne organizum, se unë isha akoma në Tiranë, edhe kur erdhëm në organizum me bari varimin bashkë, edhe njëjtën ditë të rjekëm edhe atë. Edhe me 24 gusht kemi bari varimin e tyre.